Po, degalisht ka bërë një organizim shumë të mirë. Demokratët janë përgjigj kësaj proteste, e cila do të mbahet para kryeministrisë në orën 6 pasdite. Mendoj që kjo protestë duhet të jetë madhështore, se valja protestës po shtohet nga njëra protestë tek protesta tjetër, pasi ne jemi në kushtet e instalimit të një diktature dhe historia ka treguar që diktaturat shemben, por me forcën e zërit të qytetarëve ata duhet të jenë në shesh sonte dhe derisa të largohet kjo klikë qeveritare e korruptuar.